Izet Megjidi i thot Taraval, nuk e di pse si ja përmendin emrin në statuset e tyre. Njëri i thot mos bashkëpuno me BDI-n Olmas Doktor, përdor këtë fjalën turke, është kryetari i Alternativës. Izet Megjidi thot të ftuam të bësh barsi ndryshimit, u bëre simboli i revolucionit të dritave. Edhe pse humbës në qytetin tënd, shpërndaje e fridol për BDI-n. Euforia jote pas ka qenë vetëm sa për kamerë. Asgjë e sinqert, as një dritë e vërtet. Sonte vleni vendosi dritat fiken për hipokrizin. Dyftërsia nuk ja vlen. Cili, ka gjëra që s'mund as ti analizosh. Hajde ta analizojmë këtë dyftërsi me cilën po... Shini, është në sferat e ideales. Shini, është sferat e ideales. Ju me I marrë këta njerës, ti shini çfarë kanë thonë, deri tani, dhe çfarë thonë tani, s'mund t'ju përcaktoni ftyrën. S'kanë qenë konsekvent, fare. Po shini, po gjithë këta janë pjesë të partive tjere. Ju tregova dhe radhën e kaluar. Ju për shembull e keni aty atë që e përmendin shpesh, se ajo më është pak edhe plagë imja se unë kam qenë brenda, kam më dhanë një kontribut kaq të vogël për atë besën e më pashme. Edhe për shembull ata dalin tash edhe flasin për bashkim. Po bashkishin, kush I coptoi? Nuk erdhi I matit. Do me thënë, nuk coptuan kush të bëhet kryetar. E tani ata çfarë bëjnë? Çfarë loje bën? Kjo është pyetja. Ata thonë tash do të bashkohemi, si vlen do të bëhemi një parti, po partitë tona nuk I shkrim. Pse? Se ata donë të gënjejnë popullin, që para zgjedhjeve vendore, kinë se janë bashkuar në një parti. A parti thonë moratorium, merr një me mend, bëjmë një parti, ama parti tona do I mbam, si që janë. Çfarë bashkimi? Që me njerë, pasi të kalojnë zgjedhjet moratoriumi do t'jetë vetëm derisa të kalojnë zgjedhjet. Nuk e tregojnë ata, nuk e thonë ata. Ta gënjejnë popullin, domethënë, në votoni, ne të marrim prapë në një komunë, e mandej ne prapë bëjmë çdo njeri partinë vete. Sepse kështu kanë bjetuar, e dini ju që është problemi që ato janë disa prej aty në partive, përpos Aleancës për Shqiptar, edhe pak edhe kësaj lëvizjes demokratike, ato dy janë si ushujza, ngjiten ku ka gjak të freskët, vazhdoj të tje. E domethënë, për çfarë fytyre mund të flasim këtu? Më tregoni, me të vërtetë, le del ndonjëri, le të më tregoj, se unë ndoshta edhe jam njeri që nuk kuptoj, edhe këtë pranoj, se unë nuk jam ndonjë ekspert. Le të dalin e të më shpjegojnë cili është qëllimi I tyre. Cilën Maqedoni do të më ndërtojnë ato më mirë se BDI-ja. Më mirë se BDI-ja është çdo Maqedoni. Gabimet që I ka bë BDI-ja asaj s'mund t'ja shpërlaj kurkush. BDI-ja është e keqja sot në taborin shqiptar? Ajo ka qenë, po këta janë gjitha fëmijë të BDI-s. E fëmija nuk shkon larg nanës. Se atje dëndom edhe ashtu ndodh.